Pas rreshjeve të shumta të ditëve të fundit që detyruan korporatën elektroenergjetike shqiptare të urdhërojë hapjen e portave të shkarkimit në hidrocentralin e VAUDD-s dhe atë të Komanit, duke rrezikuar përmbytje në zonat fushore të Shkodrës dhe Lezhës, sot situata duket se po shkon drejt normalizimit. Drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile të Shqipërisë, Alfred Olli, inspektoi sot nga afër zonat e rrezikuara nga shkarkimet e ujrave të hidrocentralit të VAUDD-s, prej ku deklaroi se situata është nën kontroll. Është një lajm i mirë, në të gjithë kaskadën e Drinit tashmë janë stabilizuar nivelet. Ne sapo po vijmë nga hidrocentrali VAUDD, nga liçeni i tij, dhe do të thoja që është në nivele të kënaqshme, pra është rreth 1.5 metër poshtë nivelit kritik. Vazhdojnë shkarkimet, po në nivele të ulta. Për fat mirë deri tani nuk kemi pas përmbytje të objekteve pron private të njerëzve, gjë që është shumë e rëndësishme. Ka përmbytje në tokat bujqësore, janë rreth 35-40 hektarë, sidomos në komunën e Anës së Malit dhe në komunën e Daqit, por që për momentin nuk kanë qenë të mbyllura me kultura bujqësore. Ndërkohë, banorët e komunës së Daqit, një nga zonat më të rrezikuara nga shkarkimet e ujrave të hidrocentraleve, kërkuan sot masa më të plota për të shmangur rrezikun e përmbytjes së tokave bujqësore dhe shtëpive të tyre. Ujnat që na shtën VAUDD-s, mos na shtën me turp, po të shtën me vajonte. Ka kohën ku më shtu, shohin kohën e keqe, po të më shojmë shtuan për herë sepse shoqja jashtë, gjithë i përshëndrojmë këtu. Edhe shoqja ka baktie, kena fëmijë, kena familje. Kja në për dhe vetë ku ka rreshje, frymja e lumit buna. Ashtë mi nivelin e katonit, 1,5 metër e gjys ujë, me pas rrezik më shpërthy, tonë shati delës ja shlohet me baktime, dhe do të shlohet katoni. Sa shumë në nivelin e ujit. Shqetësimi kryesor i popullatës për argjaturën është sepse kjo është bërë rreth viteve 65 besoj, pra ka shumë vite që është bërë, unë do të thuhet amortizume. Kam në koncept që kjo duhet quaj janë gjysmë metrit, megjithëse duhet thonë që është mendohet në bazë një projekti zyrtar që kjo të ringrihet dhe të bëhet një rrugë për kamësort. I pranishëm në komunën e Daqit së bashku me prefektin e qarkut të Shkodrës, zoti Olli u shpreh se situata po monitorohet në vazhdimsi dhe se të gjithë strukturat shtetërore janë vënë në gatishmëri për të mbrojtur jetën dhe pasurinë e banorëve. Është dhënë porosia nga kryeministri Berisha që të kemi një plan evakuimi të gatshëm dhe ne kemi të gatshëm atë, nëse do të jetë mundësia për ta përdorur, por deri tani unë them që nuk ka nevojë për një plan evakuimi. Së treti do të thoja që të gjitha strukturat, edhe drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit, edhe shtabit të përgjithshëm i kemi prezent edhe në qytetin e Shkodrës me mjete dhe mbështetje logjistike të fuqishme, që mund të jenë të nevojshme në një moment caktuar. Unë mendoj që mbasi inspektimit të kryer, rreshtet kanë përfunduar komplet në gjithë territorin, pra në gjithë kaskadën e Drinit. Niveli po shkon drejt normalitetit dhe nuk besoj se do kemi një situatë përkeqësuar emergjente. Gjithashtu drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile tha se situata po shkon drejt normalizimit edhe në rrethin e Lezhës, zonë kjo rrezikuar një ditë më parë nga vërshimet e lumejve Mat dhe Drin. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.